Në Itali që në bankat e shkollës, nxënësit nëpërmjet materialeve të ndryshme mësohen se si të shmangin mallrat apo produktet falco. Edhe në Shqipëri, nëpërmjet një projekti të përbashkët të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave me Doganën Italiane, nxënësit ju dha informacion për të shmangur pikërisht të produkte false, të cilat janë të dëmshme edhe për shëndetin. Procesin e të drejtave të mbrojtjes së pronësisë, procesin e të drejtave për standardet dhe për produktet që ju merrni, parandalimin e rasteve të cilat ne shpeshherë nuk i njohim, por kemi dëshirë t'i njohim. Edhe pronësia intelektuale është detyrë e doganës, por ne kemi zgjedhur një mënyrë tjetër përveç formës tradicionale. Është afrimi me ju. Pra ardhja, edukimi në shkolla për të parë që disa gjëra janë edhe në qoftë se nuk bëhen pjesë e leksioneve, e mendësisë së njerëzve, është shumë e vështirë që ato pastaj të jenë pjesë edhe e legjislacionit apo të zbatohen mirë. Nxënësit e shkollës së kuq u informuan gjithashtu edhe për pronësinë intelektuale të drejtën e autorit.